pse shoferët kosovan njihen si shoferët e cilin nuk din të kyçen ose të dalin nga rrethrotullimi. Po, ju ka mundësu kjo, mosdije, për shkak se inxhinierat e komunikacionit që i kemi nëpër komuna e kanë kriju këtë problem. Pse kanë kriju këtë problem? Për mosdijen e tyre në mënyrën e rregullt e kanë vendosur një rrethotullim me një kryqëzim ku nuk kanë ditë se çfarë zgjidhet të bëhet, është vendosur një rrethotullim, edhe është vendosur ne që umi gjuhën popullore, është vendosur një rrethotullim ashtu me kompas, do t'i kanë vendosur 2 apo 3 shërita. Ndërsa në dalje e ki ndodh që e ki veç me një shërit. Tash 3 shërita në rrethotullimin që e kemi dhe një e kemi në dalje, tash cili mjet do të del ato. Do të këtu probleme vetë institucionet i kanë kriju. Këtu probleme vetë institucionet i kanë kriju. Mandej qytetarët kanë një numër shumë i madh që nuk e din. Unë nuk e fajsoj qytetarën pse nuk e din atë pjesë, sepse institucionet ja kanë mundësu, do thotë që vjen drejt e gabimi. Edhe nuk kemi kur farë fushatë që të rregullohet kjo pjesë. Në mënyrën e fletueshme. Problemin e kanë krijuar inxhinierët, e kanë krijuar komunat edhe institucionet e tjera, edhe ministria në këtë rast, ato janë që kanë krijuar këtë problem. Merret një rrethotullim Kosovë, gjeje mënyrën që do të jetë mënyrën e duhur. Gjeje vetëm një rrethotullim. Mos shkojmë më i mal, kemi rrethotullim të stacionit, a kemi me 3 shërita, a kemi dalën për fushë Kosovë me 1 shërit. Po cili mjet do të del ato? Merret inxhinierët që kanë shkruar atë projekt, thotë cili mjet do të del këtu? Si do duhet të ishte një rrethotullim i duhur? Po nëse ka vullnet të rregullohet, ajo është shumë e lehtë. Ajo është shumë e lehtë. Do të paktën tash të përmirësohet ajo pjesë që është ndërtuar. Ne nuk mund të hiqim atë. Do të përmirësohet. Atë do të përsohet me vija, me shënime, por jo të vendosë sikur tash kohën e fushatës, sham të vendosin vija të bardha dhe mas 4 ditë nëse ti del në rrugën komunikacion, nuk e din a ka vija apo nuk ka vijë. Jo, do të rregullohet në mënyrën e duhur. Mënyra duhur si është, do të rregullohet me shenjizim me vite plot në atë mundësi ku nuk do të del vetura. Në këtë rast vetura në anën e djathtë është që del nga rrethi. Jo vetura në anën e maj. Do të rregullohet tamam mënyrën e duhur. Ka mundësi shamë të jetë edhe rrethotullimi turbo, që është do thotë rrethotullimi mund të them ashtu më i riu, edhe është më efikas sepse nuk të lën hapësirë të kemi do thotë ballafaqim apo të kemi pikë konflikti me vetura tjera. Është ajo mundësi shumë lehtë rregullohet. Kemi në rrethotullime të tilla? Të në Kosovë nuk kemi, për fat keq nuk kemi, nëse vesh jashtë në Kosovë dalëm në Maqedoni e kemi. A ka hapësirë faktikisht që këto rrethotullime ekzistuese të shndrohen në ato turba? Shembull nëse marrim shumicën e rrethotullime po, nëse marrim rrethotullime të stacionit po, rrethotullime të rrethi me flamura po Viktoria kena mundësi. Vetëm shembull në ato rrethotullime ku diametri është i vogël, është e pamundshme. Po përndryshe shumica rrethotullime kemi mundësi të rregullohet do të me turbo rrethotullim apo edhe me shenizimin e duhur. Po e them, tek ne kemi rrethotullimet kompas e kemi. Për shkak mosdijes tyre i kanë vendosur një rrethotullim, kanë bërë me 2 me 3 shërita. Ndërsa ndalja është një shërit, nuk ka logjik, do thotë, jo në inxhinier komunikacionit. Një person i shkollës mesme të komunikacionit, kur kemi diskutuar, e din se diçka nuk është në rregull. E din se diçka nuk është mirë. Kështu që institucionet janë që po i krijojnë këto probleme që vijnë drejt tek aksidentet. Mandej qytetar nuk ka mundësi ku të mëson atë pjesë, përderisa institucionet po ja krijojnë këtë problem, edhe jetë drejt tek ky problem që i kemi shembull një numër shumë i madh që është drejt tek rrethotullimi që vjen drejt tek aksidentet. Mandej çaj rrethotullim ku po vjen një aksident, po ta bllokon gjysmën e Prishtinës. Edhe në gjysmën tjetër Prishtinës edhe një rreth tjetër që vjen drejt në aksident, dhe për atë arsye kemi mandej edhe pengesat që kemi në për komunikacion.